do të flasim për shqiptarët në Greqi, një ligj i miratuar së fundmi nga Parlamenti grek me disa ndryshime të rëndësishme. Nuk e dim qoftë janë marrë të gjitha parasysh kërkesat dhe shqetësimet e qytetarëve shqiptar, pra shqiptarëve që jetojnë prej vitesh në Greqi. Por për më shumë ne do të flasim me zonjën Kristiana Veliu, kryetare e shoqatës emigranti në Patra, e cila do të na sqarojë më shumë çfarë u miratua, çfarë nuk u miratua, por edhe mbi gjitha edhe për aktivitetin e shoqatës që drejton sidomos tek gjuha shqipe. Zonja Veliu, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje të gjithëve. Ju falenderoj shumë për ftesën dhe uroj të keni një vit të mbar dhe punë të vazhdueshme. Faleminderit gjithashtu dhe për ju se jemi në nisje të vitit edhe me aktivitetet tuaja për shqiptarët aty. Por ky ligj i fundit ka shkaktuar mjaft reagime, komente, edhe në redaksin kemi pasur mjaft pyetje për atë që çfarë ndryshon nga i pari dhe çfarë është marrë parasysh dhe çfarë jo. Pra çfarë përfitojnë konkretisht shqiptarët, sepse ishte i ligj në tërësi për emigrantët, por ne do ndalemi tek pjesa jonë. Nga zgjatja e dokumentave të leve të qëndrimit, çështja e azilit, çështja e studentëve, nëse mund punojnë apo jo, por e të tjera. Atëherë që të flas për këtë çështje është sa e shkurtër në fjali, aq edhe e domosdoshme dhe e rëndësishme në brendi, pasi është çështja kryesore për mendimin tim që i përket emigrantëve, dhe aq më tepër janë ato çështje që duam apo nuk duam ne, kemi arritur gati në 3 dekada e më tepër që akoma ekziston një problematik e pasgjithshme. Kështu që në këto momente që flitej, para se të hynte që u fut në çështjet e migracionit në parlament, diskutohesh dhe pritesh nga shumë emigrantë, sidomos nga ata që i kanë problemet, që diçka të vinte në ndihmë dhe të ndryshonte në dobi të çështjeve të emigracionit. Fatkeqësisht nuk vjen ajo që pritej. Po, çfarë u kërkua dhe nuk u miratua? Duke u bazuar në çështjet e njëpasnjëshme të 3 dekadave, edhe më tepër në emigracion, ne gjithmonë si organizata ligjore apo si përfaqësues të emigracionit, kemi bërë gjithmonë kërkesat tona në dobi të zgjidhjeve të çështjeve. Dhe asnjëherë nuk kemi heshtur, asnjëherë nuk kemi lënë pas dore, domethënë kërkesat që na kanë ardhur her pas here. Por gjithmonë çdo shtet do anoj nga interesi, nga interesi i tyre ligjor, dhe jo nga interesi. Kërkojmë maksimumin që të marrin minimumin. Që të marrin minimumin, pikërisht, atë do thoja edhe unë sapo. Atëherë, ajo që doja të theksoja unë është që në radhë të parë, çështje nga më kryesoret, domethënë që është çështje etike dhe problematike e sotme, është që lejet e qëndrimit kishin marrë, ose më mirë them kanë marrë, për masa teje të mëdha të kohës, të zgjatjes së kohës së afatit, nga momenti që ne i fusim për rinovim, në momentin e marrjes në dorë të lejes së qëndrimit. Pra, kjo është një çështje, një burokraci e pashterur, domethënë një burokraci që mund të thuash ka zgjidhje, nuk është se nuk ka zgjidhje. Po konkretisht, për shembull, lejet e qëndrimit sa janë tani? Edhe sa bëhen, sepse kërkesat kanë qenë ndoshta edhe që të marrë fundi herë mirë, të bëhen 10 vjeçare, të kenë mundësi të lëvizin në vende të tjera. Tani sa bëhen, sa ishin dhe sa bëhen? Ka ndërtim tek këto? Po. Atëherë, para se ty ke çështja e kategorive, se sa lloj lejesh qëndrimi kanë dhe çfarë të drejtash kanë ato, që shumë herë më mirë mund t'i kenë dhe i kanë shprehur edhe ekspertët e çështjeve të migracionit. Unë po i bie pak shkurt sepse çështja ishte këtu që më përpara, para se të ishte kjo kauza tani, para se të krijojë kjo gjëja e padëshirueshme për të gjithë emigrantët, që është diçka e koklavitur tani dhe nuk po merrete çështje zgjidhjeje, duke krijuar probleme të njëpasnjëshme të atyre që donin që të udhëtonin, të atyre që donin të nxjerrin, të bënin, domethënë në përzyra të veçanta, të bënin
çështjet e pensionit e me radhë, domethënë, kishte pengesa. Pse kishte pengesa? Sepse nëse flas për zonën e Ahaias, ose më mirë them për zonën e Peloponesit, për të cilën unë jetoj, sepse ne jetojmë në Patra, dhe lidhja me emigracionin më ka lidhur që në vitet e para të karrierës time, pasi kam patur zyrën e emigracionit dhe kam ushtruar këtë zyrë. Domethënë çështjet e emigracionit tek zyra jon kanë ardhur si ta thuash në dorë parë. Domethënë vin direkt nga vetë populli. Edhe që kanë qenë të panumërta, si ato të zgjidhshmet, por po aq edhe të pazgjidhshmet. Pra, dikur në Patra, në zonën tonë, domethënë, kanë qenë që merreshin lejtë e qëndrimit, kishim arritur që merreshin edhe brenda 2 javëve. Domethënë nga dita që rinovoje, po duke u bërë ky sistemi online, domethënë duke u bërë ky sistemi i ri, menduam sepse do ishte akoma dhe më e thjeshtë çështja. Shumë më e thjeshtë. Ja që kjo pati edhe pasojat e veta, pasi vërtet ne i fusim dokumentacion, i fusim online, por një nga pikat dobësitë e këtij rregulli është që duke i futur online të jep opsioni për shembull për një çështje, po marr një shembull, të lesi qëndrimit 5 vjeçare, që i thonë Epi Macron me të drejtë punën në Evropë, që është Makrias Djartja, si i thonë me kohë zgjatje 5 vjet. Kjo leje qëndrimi për shembull, po të futesh në opsionin e saj, të jep 4 të dhëna, po e ze. 4 arkiva që ti duhet të ngarkosh. Në kohën që emigranti pret që të dalë ardhja, pas shumë kohësh, do t'i vi që ai ka të drejtë, domethënë, ose është e detyrueshme më mirë të them, që të fusin të dhëna plotësuese. Që do të thotë, aty ku pritej që të merrë leja në dorë, emigranti duhet të fusë të dhëna plotësuese, të cilat nuk ja kërkon që në hapat e para procedura. Domethënë, kjo sjell atë vonesën e para kjo. E dyta, në kohën që sapo aplikojmë në Patra sot për sot, është bërë një kaos tepër e madhe, duke ngjasuar ose duke i ofruar çështjeve të problematikave të mëdha të Atikisë në Athinë apo të Pirgos, të periferisë së Pirgos, në zyrën, kur them periferi, është zyra e qendrës të huajve, për të cilët merren me çështjet e emigracionit, që rinovohen lejet e qëndrimit, kështu që ka një vonesë, domethënë, që në hapat e para, pasi marrë numër protokolli, dorëzohet dokumentacioni gjithë ai që kërkohet online, dhe zyra përkatëse e të huajve na sjell pengesë 5 me 6 muaj, mos të them edhe më tepër, që të arrihet të bëhet komunikimi i parë me emigrantin, që të vëri shenjat e gishtave. Pa do kalojnë edhe 4-5 muaj, ose mos të them edhe më tepër, procedura e dytë pastaj, mbasi ka dhënë shenjat e gishtave, që ai të jetë në gjendje që t'i vi mesazhi që të marrë lejen e qëndrimit, dhe nëse nuk ka kërkesa për dokumenta plotësuese. Domethënë, kohë zgjatja mesonore, domethënë, ose më mirë themi në vit të mesme, është një vit e pak, domethënë 9 muaj deri në 12 apo 15 muaj. Flasim për zonën e Patrës. Po aty, në këtë zonë të Patrës e Peloponezit, ku ju keni më shumë njëri, kontakte, që ju kanë shprehur shqetësimet, problemet, çfarë nuk është marrë parasysh tjetër përveç burokracisë? Pra, çfarë kërkonin shqiptarët? Unë duhet të theksoj që kjo çështje e burokracisë tek ligji i ri është marrë parasysh. Domethënë pritet që mos ju themi që në këtë kohë që po flasim tani, në Athinë për shembull, ka filluar sistemi i përshpejtimit, pasi kemi të dhëna që sapo është futur dosja, pas 2 ditësh i ka ardhur data, mundësia për të lënë vetë personi takim ose zyra përkatëse që i kanë mbyllur dokumentacionin, duke filluar që nga zyrat e migracionit edhe deri në zyra avokatie, për shembull. Që kjo gjë domethënë ka filluar në Athinë. Është bërë. Dhe ligji i ri e ka marrë parasysh këtë gjë. Domethënë eliminohet burokracia në përshpejtimin e daljes së dosjeve. Dhe kjo është shumë pozitive, pasi eliminohen edhe shumë probleme të ndryshme të emigracionit që janë të pafundme, të çështjes
ku shkojnë për zyra për shembull që dorëzojnë për kartën e papunësisë, ku marrin atë diplomën për të përfituar diplomën e makinës ose në kategorinë e dytë apo të tretë e kategorisë së lartë, për shembull që është për furgon, për dalik e për dy. Do të thënë po, për njohjen e patentës, këto janë gjëra që nuk i mbulonte vërtetimi i përkohshëm. Do të thënë janë disa gjëra. Plus që vërtetimi i përkohshëm nuk ka mbuluar kurrë në kurrës edhe daljen në shtete të tjera. Do të thënë përkufizonte emigrantin në të dilte shtetet e tjera të Evropës për shembull. Po, kam pas shumë pyetje për Përveç Shqipërisë. VVVOS-in. VVVOS-i ky vërtetimi i bardhë, domethënë online është kjo pengesa që personi ka të drejtë i huaj, domethënë ka të drejtë të shkojë vetëm në Shqipëri, dhe disa gjëra, po jo të gjitha, bëhen përbrenda Greqisë. I kufizuar. Disa gjëra. Shumë të kufizuara. Kështu që këto lindin probleme njëra pas tjetrës. Kështu që duke shkurtuar me ligjin e ri, duke shkurtuar afatin e marrjes në dorë të rinovimit të dokumentacionit, të çdo lloj leje qëndrimi, të çdo lloj kategorie që ai ka futur, do të thotë që automatikisht bie edhe ajo teza që qëndron që shtohen problemet. Domethënë këtu eliminohen problemet. Dhe kjo është gjë pozitive që emigrantët duhet të jenë në njohuri, në njohje të kësaj të këtij lehtësimi. Deri tani folëm për lajmet e mira që ju i theksuat, por kush janë ato që do ngulmoj prapë tek kjo, tek ato që nuk janë marrë parasysh? Pra çfarë nuk vjen? Të vazhdojmë pak edhe me lajmet e mira? Po, patjetër. Për shembull, flasim për një dokumentacion, për një numër marramendës që në këto momente, kur persona do marrin, kur emigranti do marrin lejen e qëndrimit në dorë, ai mund ta ketë ose sapo të mbaruar, ose i mbaron për 1 muaj, ose i mbaron për një afat shumë të shkurtër, sepse kozgjatja që ka ndenjur brenda ja ka marrë komplet atë të drejtën që ai të vazhdojë të ketë lejen e qëndrimit. Pra, në këtë pikë, për të gjitha ato lejet që janë të lëna pas dore, do ta quaja unë, kanë të drejtën që nga dita e marrjes së lejes në dorë, që ai e firmon dokumentacionin, nuk do ta rinovojë menjëherë dokumentacionin, por do ketë afat 2 vjeçar. Kështu që dhe kjo është gjë pozitive. Tani po pres pjesën tjetër. Okej. Atëherë, duke thuar edhe tek ana tjetër pozitive, që duke marrë parasysh edhe lejet ose mirë themi kërkesat që ishte nevojshme për punë, që vinë me vizë pune në Greqi, që duke qenë 1 vjeçare ose 9 mujoshe, në lidhje me nevojat që ka pas shteti grek ose që ka shteti grek për krah pune, flasim për punëtor bujqësie, po, për punë sezonale, unë dua të theksoj këtu që një diçka pozitive është edhe leja që viza, më mirë, vizë pune 1 vjeçare. Është shumë pozitive. Është shumë e vështirë, jo e pavitshme që të krijohet, por kjo gjithmonë varet nga nevoja që ka çdo zonë, çdo periferie, domethënë çdo zonë, për nevojën që ka që të thërras krah pune. Për shembull, po marrim një drejtues të një firme me aluminat për shembull. Ai ka shprehur nevojën që un kam nevojë ka shprehur kërkesën që un kam nevojë për 2 punëtorë për shembull në atë zonë. Dhe zyra e punës atje, këta 2 punëtorë do t'i thërras me vizë pune 1 vjeçare. Dhe kjo viza pune 1 vjeçare sot për sot qëndron më e dobishmja dhe më e rëndësishmja për emigrantët, pasi me atë vizë pune 1 vjeçare, ai me një farë i gjisi që themin e me një farë garancie nga punëdhëni, do të thotë që ai emigrant që vjen direkt ai stabilizohet me leje të qëndrueshme të përhershme. Domethënë, leje qëndrimi të përhershme. Nuk është ajo frika që mbaroj afati i vizës një vit, edhe mua më duhet që të gjej përsëri punëdhënës edhe më duhet përsëri. Jo, ai ka të drejtën direkt me vizën 1 vjeçare të punës të drejtohet në zyrat përkatëse dhe të bëj
fillimin e procedurës për të patur leje të përhershme, duke marrë parasysh me të drejtë pune, 2 vjeçare ose 3 vjeçare, varet se si del nga procedura që kërkon. Pra, në këtë pikë jemi prapë në pozitivitet, sepse kjo mbetet e hapur dhe është dhënë shumë përparësi tek ligji i ri, domethënë është dhënë shumë përparësi kësaj lloj kategorie. Janë edhe 2 lloj tjera metaklisi, domethënë kërkesa pune që i themi në shqip, që janë 6 mujoshe dhe 9 mujoshe. Këto kuptohet që kanë afat kohor dhe duhen respektuar patjetër, sepse mos respektimi në afat kohor të çon në atë që ti bllokohesh dhe nuk mund të rikërkosh të drejtën nëse nuk je i rregull, patjetër që kjo do patur parasysh dhe është me ata që i kanë shkëputur për arsye të ndryshme dokumentat, jepet një shans i pikërisht. Këtu doja të dilja që fillojmë nga anët negative ose të metat e ligjit që nuk janë përshkruar. Po. Atëherë, fatkeqësisht është një pjesë goxha e mirë. Domethënë që prisnin si që ligji i ri të përfshinte edhe shumë lloj kategorish. Për shembull, unë do ju marr 2-3 shembuj që nënat që kanë lindur fëmijë këtu. Dikur her pas here është hapur procedura që të kishin mundësi që ato të ligjëroheshin, të bëshin të ligjshme. Por tani ka shumë kohë që nuk është dhënë kjo e drejtë dhe faktikisht tek ligji i ri përsëri nuk përfshihet kjo e drejtë, që dikush domethënë të ketë të drejtën për një farë arsye apo për një tjetër, ai ka lënë dokumentat në gjys, me një afat kohor 3 vjet, 5 vjet, e ku di unë, faktikisht tek ligji i ri nuk përfshihet. Kjo kategori digjet nga ligji i ri. Digjet. Tani për tani digjet. Megjithatë unë kam shpresë sepse dikur përsëri do jepet e drejta, dhe mos shterur dhe kërkesa jon her pas here, sepse do mbetem pak tek ajo thënia që po nuk qau fëmia nuk i jep nëna gjy. Kështu që neve nuk do shterim në këtë pikë, pasi zëri ynë duhet, edhe mos të them që duhet më i fortë se sa kur, sepse kjo është dobësia jonë, tani do hidhem ke dobësia e emigracionit, sepse duke qenë zëri ynë pak më i hollë ose më i butë se sa ç'duhet, ndoshta ka ardhur dhe kjo, jo ndoshta, po mund ta them edhe më me siguri, ka ardhur dhe kjo kauza që është krijuar tani, që për mendimin tim nuk duhej. Nuk duhej. Në 30 vjet emigracion në kaq arritje të mëdha sa ka bërë emigranti shqiptar këtu në Greqi, që është pjesa më e madhe e emigracionit, është 70% e emigrantëve. 70%, po nëse në vitet 90 e kishim ne nevojën, tani mund të themi që ka kaluar peshorja nga ana tjetër, apo është e njëjta gjë siç ka qenë? Jo, natyrisht që nuk është e njëjta gjë. Natyrisht nuk është. Janë ata që kanë nevojën për përfitore. Mua si pjesë e emigrantit më bën krenare kjo pjesë, sepse është ajo krenaria e shpirtërore që nëse dikur për shembull ishte shumë ndryshe formula, tani është kthyer në dobit emigrantit, pasi shumë emigrantë, dhe unë dua t'i falenderoj të gjithë nga zemra, kanë punuar me mishe me shpirt, kanë punuar me mundë dhe me djers, që kanë arritur, që janë bërë punë dhënës tashmë, që aty ku kanë qenë pjesë e asaj firme, ndërtimi, apo kudo tjetër, apo të një magazin, apo të një dyqani, e ku di unë, nëse kanë qenë pjesë punëtorie, ata kanë arritur dhe kanë marrë vetë atë firmë në dorë dhe janë bërë pronar të suksesshëm. Prandaj dhe neve her pas here nuk kemi heshtur që të promovojmë vlerat e kësaj pjese, sepse është ajo pjesë që neve na bën krenar. Por është ajo tabuja e thyer që shqiptari vërtet erdhi për nevoja ekonomike, por nuk mbeti aty në vend. Nuk mbeti. U bë ajo pjesa, u ngrit në atë pjesën e ajkës së mentalitetit, domethënë të anës së dobishme
edhe për vendasit, është thyer komplet ai mentaliteti i dikurshëm. Mentaliteti është thyer, ju folët për sipërmarrësit, pa kaluar pastaj tek edhe lidhjet familjare që nuk kanë munguar, por brezi i dytë është integruar, sepse edhe ju e theksuat, por unë prap atë dua të prek, sepse është pjesa e dhimbshme. Kam me merak përpara se ta vazhdoni, ndjes tek brezi i parë, pra çfarë mbetet nga brezi i parë probleme? Atëherë duke mos lënë në anë brezin e dytë, sepse është dobësia ime brezi i dytë, unë do thoja që tek brezi i parë është kjo që një pjesë goxha e mirë ju nënshtruan ligjit dhe përfituan të drejtat e plota. Të drejtat e plota si një emigrant me të drejtat të plota duke përfituar dhe në shtetin greke. Okej. Si duke paguar taksat, por edhe duke përfituar nga shteti. Një pjesë goxha e mirë, sepse her pas here jepen provime, është dhënë drejta që të merret të ketë mësi të pasaportës greke. Me që jemi tek pasaporta, a ka një statistikë për numrin e shqiptarëve që kanë pasaportë shteci greke, por edhe të atyre që kanë dokumentat, pra flas për 1 vjeçare, 2, 3, më shumë. Kemi një numër? Unë do të flas vetëm nga të dhënat e statistikave që kam, më thënë, në zyrë, që disponoj në zyrë, që 30 me 40% të shqiptarëve janë plotësuar me pasaporta greke, me të drejtat të plota. Gati 80% domethënë janë me leje qëndrimi të ligjëruar dhe mbetet një 20% që ajo sa vjen e shtohet, pasi her pas here vinë eksode të rinj, domethënë vinë persona të rinj, qoftë edhe me 3 mujorshe, qoftë edhe rinj i djegin 3 mujorshe këtu dhe rinj për nevoja ekonomike, bravo. Vazhdojnë dhe i djegin pasaportat, kështu që neve gjithmonë luftojmë. Atëherë na mbetet të luftojmë këtë pjesë, domethënë në qoftë se do hiqja 30% që janë plotësuar, do mbetesh 20%, domethënë 50% është që janë me leje, por në stadium e rinovimit të herpashershëm, dhe 20% që është, për mendimin tim, është ajo pjesa që presin si të dalë një rregull apo një ligj apo një nen që ata të futen diku dhe të kenë mundësinë e ligjërimit të dokumentacionit të tyre. Pra, duke mbetur te ky 50% që është pjesa dormuese, edhe pse një pjesë ka dëshirën goxha të mirë që të vazhdojnë, domethënë të integrohen dhe të marrin në shtësinë greke, të integrohen plotësisht, këta kanë pengesën e këtyre kushteve që u ndërruan me ndryshimet e fundit që janë bërë me procedurën në shtësisë greke, që janë të ardhur për shembull. Ndërkohë që të gjithë e dinë, edhe vetë shteti dhe vetë ligji, dhe ai që e bëri ligjin, e di shumë mirë që në kohën e Covidit, e di shumë mirë që paga mujore apo të ardhurat vjetore ishte shumë të pakta. Dhe ligji më kufizon mua dhe më dhe 9.500 për shembull euro të ardhura në vit, ndërkohë që rrogat atëherë vjetoria shkonte 4.000-4.500. Por kemi edhe shumë që mbetën të papunë, kemi edhe shumë që u dëbuan nga puna, që u mbyll puna. Pra, automatikisht kjo pjesë është ajo pjesa e dështuar e të drejtës së tyre, sepse pengohen për 1 apo për 2 apo për 3 vjet. Plus që pengohet edhe në qoftë se nuk e ka të ardhura për shembull mbi 9.500, i ka 8.000. Për atë pjesë të vogël, ai pengohet përsëri. Edhe pse ka shumë shqiptar që e kanë marrë të drejtën e gjuhës greke, e kanë fituar provimin. Pra, çështja kryesore është provimi, por e dytë po kryesore mbeten edhe të ardhurat vjetore. Ishte më shumë frym pozitive periudha e Tsiprazit apo e Mitsotakis? Unë do të them se të dyja periudhat kanë mangësitë e tyre dhe dobitë e tyre. Domethënë, por tani që flasim, mendoj se gjërat kanë shkuar aty ku nuk mban më. Domethënë, trysnia dhe problematika ka arritur majën e
shkallës presioni, domethënë nuk mbante më. Domethënë, po mos bëj gjë tani, edhe vetë punonjësit e zyrave përkatëse në institucionet që janë në këto, domethënë kanë filluar edhe sillen pak më ashpër, sepse u lodhën duke dëgjuar gjithmonë problematikën. U lodhën. Domethënë vetë punonjësi gjendet në rrugë të pasgjithshme. Pasi është ligji, por ligji nuk të shpjegon nën ligjet për të cilën flasim gjën konkrete. Ma solli ligjin dhe më thua që 5 vjetët e fundit duhet kesh të ardhura mbi 10.000 euro për shembull, të dy familjarisht, burrë e grua. Por ti nuk më merr parasysh që para 3 vjetësh ti më përzure nga puna më. Domethënë, automatikisht Covidi ishte një kufizim për të gjithë, nuk ishte vetëm për emigrantët. Kështu që duhet ishte bërë diçka që të ndihmueshin emigrantët në këtë pjesë. Dhe ky është zëri që ne kemi ngritur. Një nga pikat që neve kemi ngritur, domethënë, të shpeshta. Duke mos vazhduar pastaj ke ana e pensioneve që nuk njihen vitet e Shqipërisë dhe të Greqisë, e personave që kanë punuar për 20 vjet dhe për një farë arsye u kthyen në Shqipëri, këtu kanë lënë një numër të caktuar, kanë lënë një numër 2700 ditë pune për shembull. Ato, përse mos të merren për bazë që në këtë numër ato janë djegur absolutisht, askush nuk merr. Pra, kjo është këto janë ato dobësit që neve ose zëri që neve i kërkojmë, ato gërçet që duhen zgjidhur. Ka shanse që të marrin pension shqiptarët aty? E marrëveshja me Italinë nuk bëhet, me Greqinë duket ende larg kështu. Unë them sepse duke kërkuar ne her pas here, them se një ditë do bëhet. Kam besimin se një ditë do bëhet edhe duhet bërë. Ato zën gjallë ndonjë që ta përfitojë, se ato mund bëhen, po për te dëshirës mirë. Tani kur është ideja, domethënë a ka perspektivë në horizont? Patjetër, sepse në çdo kërkesë tonë, madje kemi pasur her pas here edhe me personalitete dhe me persona domethënë që janë kompetent në parlament për shpejtimin e këtyre problemeve. Japin gjithmonë atë shpresën e mirë që do, por problemi është që po u la pas dore nga ana jon. Domethënë, nëse neve kujtohemi të ngrim zërin një 6 muaj, patjetër që ajo dosje me probleme do mbyllet edhe nuk do hapet. Me që dollet të zëri, zonja Veliu, ka ndonjë, domethënë, a ju dëgjojnë pala greka atje dhe kush janë si qasen shqiptarët në institucionet greke, nëpërmjet shoqatave, individit, si është lobimi pra? Tani u futëm te problematika. Edhe problematika duke rënduar anën tonë, jo anën e vendasve. Shteti këtu ka ligjet e veta, ashtu sikurse edhe çdo shtet tjetër. Që neve, në moment që kemi vendosur të jetojmë në Greqi, jemi të detyruar të respektojmë dhe të zbatojmë rregullat e ligjeve. Por shteti këtu gjithmonë ka menduar që të ketë ligjet në dobi të anës së vet. Jo gjithmonë në dobi të vendasve, aq më tepër dhe të huajve, aq më tepër që nuk janë pak çështjet e problemeve. Unë do të thoja këtë që shteti gjithmonë këtu na ka hapur derën. Duke u nisur që nga vendi tipik që është vendi, domethënë nga Bashkia e Patrës, neve shteti na ka hapur derën. Domethënë, unë këtu nuk dua as pak të akuzoj palën pritse. Unë dua të akuzoj veten. Kur them të akuzoj veten, sepse zëri im, zëri ynë, zëri i shqiptarëve këtu nuk ka qenë ai dukuri. Pra, nëse duam të akuzojmë dikë, për mendimin tim duhet të fillojmë nga vetja. Sepse ne duke patur brylla me njëri tjetrin, dhe duke patur mosmarrveshje me njëri tjetrin, dhe duke patur aq më tepër dhe ofendime me njëri tjetrin, ne i le mundësi asaj pjesës që neve duhet të përfitojmë. Domethënë i lëm mangësi asaj pjesës. Pse? Sepse edhe vetë shteti thotë që ju nuk dini në një zë. Sot vjen një kryetar shumë shoqata pa një zë. Sot vjen një kryetar shoqate, nesër vjen një tjetër, pastaj vjen një tjetër, kështu që edhe vetë këta nuk ju është mbushur syri që neve duhet të na bashkojë, përveç se Komsia
përveç se gjuha, kombi, flamuri, duhet të na bashkoj edhe problemi. Këtu, kjo është pika dobë jona, që mua më ka dhëmbur, do më dhëmbë dhe nuk do shterë kur ta ngrej zërin dhe të them që problemi nuk është vetëm i imi, është i yni. Ne kështu nuk e kemi parë këtë gjë. Që mua nuk më intereson se nuk është problemi im. Jo, problemi është i yni. Nëse duam të fitojmë të drejtën tonë 100% me zë të fortë, ne do themi ne, nuk do themi unë. Se duke thënë unë, arritëm pas 30 ca vitesh të jemi me një vërtetim për të cilën nuk e të drejta të plota për të lëvizur apo për të bërë gjërat që duhen. Dhe vendasit këtu ne na kanë pritur pas here. Do me thënë unë isha pjesë edhe para ca kohësh kam qenë pjesë e një përfaqësie në parlament me persona, me deputet, do me thënë nga të dyja palët, por nuk mjafton, sepse neve jemi një pjesë. Nuk jemi akoma, nuk kemi dalë akoma në atë kupollën e duhur. Për shembull, edhe komuniteti i shqiptarëve që ka qenë më përpara ka qenë federata e shoqatave, do më thënë shoqatat supozohen, po janë të shkallës së parë, ka shumë organizata që janë të shkallës së dytë, që është komuniteti, unioni, lidhja e shoqatave e kudiu, që janë të shkallës së dytë, dhe të gjitha këto e kanë bërë punën, po ju ashtu siç duhet për mendimin tim, sepse nuk kemi dalë në një majtë, domethënë në një kupol që problemi i komunitetit, i lidhjes apo i unionit apo tjetrit është i të gjithëve dhe ne duhet të dalim me një zë. Edhe në këto momente që flasim, unë gjej rastin e mirë që komuniteti pati një përfaqësi të kryetares tanishme, të zonjës Rovena Xhori për shembull në parlament, që një zë shumë i fuqishëm, një zë që u dëgjua më së miri. Por me dëgjuar më së miri, ndjesem do ishin marrë edhe disa kërkesa tjera, apo jo, parasysh. Flasim që u dëgjua për momentin edhe ndoshta nuk shkuan të gjitha në vesh të shurdhër, sepse ajo vajzë foli jashtëzakonisht bukur dhe i ngriti çështjet direkt aty në parlament, direkt aty në atë vend që bëhen ato ligjet. Edhe unë dua ta falenderoj domethënë edhe nga ana ime personale, por dhe nga ana kolegjiale që por nuk mjafton. Pse? Sepse akoma jemi në atë pjesën që shkalla dytë është shkalla e dytë. Unë dua të bëj një thirrje të gjithë shqiptarëve, të gjithë emigrantëve, qoftë organizatave, qoftë komuniteteve, qoftë shoqatave, qoftë individëve që kanë qenë aktivistë dhe u dhëm kjo pjesë, sepse ka goxha dhe një pjesë goxha e mirë që s'kan marrë kurrë me problemet dhe thonë që problemi është i filanit së shihimi ose më intereson. Unë flas për ata persona që udhimset, bashkimi, udhimset kombi, udhimset gjuha, kultura, tradita, flas për këtë pjesë. Dhe dua të them që është të krijuar mundësia e organizatës së shkallës së tretë, që quhet diaspora shqiptare në Greqi. Pra, edhe kam fatin e mirë që unë jam pjesë e asaj diaspore dhe jo unë. U bëj thirrje të gjitha këtyre organizatave, shoqatave, komuniteteve, lidhjeve, unioneve, të gjitha. Dhe në një kohë të shkurtër tani kemi zgjedhjet për herë të parë, të marrim pjesë në zgjedhjet e para dhe të na bashkoj, nëse nuk na bashkon çdo gjë tjetër atyre që tham, gjuha, kultura, tradita, kombi, e ku diu, të na bashkoj të paktën problemi, sepse duke qenë në një zë, duke qenë më të fortë, më të bashkuar në këtë pjesë, përfaqësia jonë do jetë më e fortë dhe më cilësore në përgjigjet që ne do marrim, në zgjidhjet e çështjeve që ne do marrim. Kjo është dobësia e sotme e emigrantit në Greqi. Domethënë, mos bashkimi. Kam edhe diçka të fundit për ta mbyllur me pjesën tonë më të bukur dhe më të mirë që është gjuha, dhe ju keni bërë një punë të jashtëzakonshme atje prej vitesh, por në çfarë faze është tani? Atëherë, do të vazhdoj me dobësitë e mia. Kur kam ardhur në Greqi për herë të parë, gjëja ëndra ime ka qenë që unë të bëja diçka për gjuhën time, për traditat dhe për kulturën.
edhe pse e realizova në Greqi dhe nuk e realizova në Shqipëri profesionin e mësuesit, mua më ka bërë tepër krenari sepse vërtet vuajta. Kur them vuajta, do më thënë ishte një derë mbyllur dhe e hekur që askush nuk ta hapte në atë kohë. Pata shansin e mirë që me dëshirën time gjeta persona që kishin të njëjtën ëndër dhe neve u kthyem në një grusht të bashkuar, u kthyem në një grusht të fortë dhe arritëm që atë derë, jo vetëm që arritëm të hapnin, por arritëm që ne të respektoheshim tek ajo derë, arritëm që neve të nderoheshim dhe të vlerësoheshim që për të drejtat tona. Pra, nëse do kthehem para 20 vitesh, se në këtë pjesë në çështje imigracion kam 25 vjet, pa shterur në asnjë moment, aktivitete të panumërta, suksese e çdo gjë tjetër që ato vinë me punë dhe vetëm me punë dhe jo me fjalë. Unë do të thoja që duke u kthyer para 25 vjetësh nga një ëndër, neve na u kthye në mision. Domethënë, ai mision është 20 vjet. Shoqat ligjore dhe shkolla shqipe në Infrashëri Patra. Pra u krijuan që të dyja njëkohësisht për të mbajtur njëra tjetrën, për të plotësuar njëra tjetrën dhe për të ecur. Mund të flasim për një numër nxënësis shqiptar? Shkolla jon, e flas këtë shkolla jon sepse ka qenë një nga shkollat më të parat që prandaj do të thoja që nuk kam asnjë lloj ankese me pjesën e pritshmërisë së bashkisë apo të institucioneve këtu, sepse neve 2 vjet të para ne kemi bërë mësimin shqip, e kemi bërë në godina që na jepnin falas disa organizata që ishin organizata jo të fitim prurse. Pas 2 vjetësh ne u futëm dhe u integruam plotësisht me të drejtat tona dhe ne kemi marrë shkollat publike greke. Domethënë në Patra ne kemi dhënë mësim në shkolla publike greke, në 2 shkolla në periferi të ndryshme të Patrës, që t'i vinin me migrantit sa më afër në zonat ku jetonin. Pra, duke e krijuar këtë mundësi, jo të gjithë na mbështetën, nuk e diskutoj, sepse po të kishim mbështetur të gjithë, do ishim sot, do kishim arritur sot suksesin kulmin e suksesit, por patëm atë mbështetjen tonë dhe në vitet 14-15 kanë qenë vitet e arta të shkollës tonë. Pra, numri i nxënësve ka arritur deri në 280-300 nxënës, që kur dilnin fëmijët tanë në orën e pushimit, neve na dukej si një shkollë e zakonshme greke, me ato zërat të fëmijëve që gumëzhinin, edhe me klasa të ndryshme. Ne kemi pas në kolektivin ton, kanë arritur 10-12 kolegë në kolektivin ton. Domethënë, kanë qenë vitet e arta. Dhe mua kjo pjesë më ka bërë krenare sepse e para u realizua ëndra që unë e kisha sjell me vete në atë çantën time së bashku me teshat e trupit që kam ardhur. Së dyti, profesioni u bë mision. Ajo ëndër domethënë u bë mision, nuk ngeli aty në atë përpjekjet e para, u bë mision dhe tashmë ai mision ka ato vjeljet e veta, ka ato frytet e pjekura që neve tani i shijojmë, është ai brezi i dytë që mua më dhëm shumë jashtëmase, për të cilët janë ata të detyruar që ta marrin stafetën tonë në dorë. Neve bëm atë që mundëm, ose më mirë them bëm të mundurën, të pamundurën e bëm të mundur. Të mundur. Atë të pamundurën e bëm të mundur, vërtet. Sepse nuk që e lehtë, duke u përplasur dhe me mentalitetin, duke u përplasur dhe me rrethanat që na krijonin, dhe me vet, domethënë shokët, miqt, komshinjtë, ku di unë, domethënë jemi përplasur me çdo lloj raste të ndryshme, por ne nuk u shtangëm. Ne vazhduam dhe çdo vit rinovohet leja e shkollës dhe ne kemi arritur që në fund të këtij viti ne kemi arritur dhe festojmë 20 vjetorin e shkollës shqipe dhe të shoqatës Emigranti Patra, që çdo vit i ka ofruar emigrantit shqiptar në Patra dhe në rrethinat e saj, dhe jo vetëm, sepse bashkëpunimet tona kanë qenë jashtëmase të zgjeruara deri edhe në Amerikë, edhe me shtetet rreth ku di unë
janë të panumër të bashkëpunimet tona, por që dua të them që kemi arritur aty sa tashmë i themi vetes që neve bëm atë që mundëm, nuk ndenjëm duar kryq. Pra nëse nuk do ta kisha bërë unë personalisht, do ndihesha fajtore përballë fëmijëve të mi. Dhe tashmë i them fëmijëve të mi dhe fëmijëve të moshës së fëmijëve të mi që janë mbi 25 vjeç, i them urdhroni, ne çuam deri këtu. Ju do vini, do të vazhdoni stafetën. Pse? Sepse patët mundësi, do të thënë ju a krijuam mundësinë të trashëgonim, të përçonim gjuhën shqipe të prejardhjes suaj, të nënës apo të babës apo të dy prindërve, se kemi pasur raste të ndryshme që kanë patur ose njërin prind shqiptar ose baban ose nënën. Kështu që këta fëmijë që tashmë e ndjejnë veten 2 herë më tepër krenar, e kanë për detyrë tani që të marrin stafetën në dorë. Dhe nëse ky komunitet, kjo shoqat, apo kjo organizat, apo kjo diaspor, sot për sot është akoma në duar tona, kjo nesër duhet kaloj te brezi i dytë SSB. Patjetër. Dhe këtu do jetë fitoria jonë. Ku ka gjë më të bukur se sa t'ja lesh stafetën fëmijëve të brezit të dytë, për të cilët janë ata krenaria jonë dhe janë aq të suksesshëm sa na kanë bërë në çdo skaj të botës, na kanë bërë krenar. Fëmijët e emigrantëve shqiptar në Greqi shpesh herë kanë qenë ngritës të flamurit grek dhe shpesh herë janë krijuar edhe ato kontraditat që me apo pa dashje janë përplasur mendime të ndryshme, kështu që fëmijët tanë nuk kanë reshtur të jenë ata fëmijë të suksesshëm. Dhe të na bëjnë neve edhe si prind krenar, po edhe vetë mësuesin grek ta bëjnë krenar. Po edhe shtetin grek e kanë bërë krenar. Sepse është ajo gjëja që pritet, është ai integrimi i plot. Kështu që e keni bërë mbylljen më të mirë me fjalinë e fundit, integrimi i plot, se për atë është luftuar dhe unë të falenderoj shumë për bisedën, për shpjegimet, për mesazhet, për punën që keni bërë në këto vite bashkë me shoqatën tuaj dhe stafin tuaj, dhe t'jam mirënjohës shumë Zoja Veliu për këtë intervistë që zhvilluam. Që ta mbyll pak më bukur akoma, unë do t'i bëj edhe një thirrje atyre nënave për të cilat janë të reja, për të cilat nuk e akoma e mendojnë që do jenë pjesë e shkollës shqipe me fëmijët e tyre apo jo, dhe për të cilat unë dua që t'i zgjoj pak nga i gjumi i thellë që u flasin fëmijëve në shtëpitë e tyre vetëm greqisht. Okej, foli gjuhën greke, nuk ta ndalon askush. Foli gjuhën e saktë. Mos i fola të gjuhën gjysmake, që nëse nuk e di mirë, por ti mos harro sa i fëmijë ka një preardhje, për të cilën nëse ti si nën nuk u flet gjuhën tënde, gjuhën e nënës, gjuhën e preardhjes, kush tjetër mund t'i flasi më mirë se sa ti. Kështu që për të gjitha ato nëna, të cilat janë të reja, që kanë krijuar ato familjet me fëmijët e vegjël dhe akoma ezitojnë që të jenë pjesë e shkollës shqipe, unë do doja që ta mendojnë pak më mirë dhe t'u ofrohen shkollave shqipe kudo që janë, sepse nuk ka vetëm në Patra, kanë në të gjithë Greqinë, kanë në të gjithë botën, kanë në gjithë domethënë në çdo skaj të botës ka shkolla shqipe, kështu që të kenë mundësinë, të gjejnë atë mundësinë që t'i ofrohen fëmijëve të tyre mundësinë e mësimit të gjuhës së nënës, të gjuhës shqipe, të asaj gjuhe për të cilën ne sot krenohemi një herë, por nesër do krenohemi akoma më tepër. Dhe së fundmi, dua të theksoj që shkolla jon, duke bërë trinjagëzimin me shkollën shqipe në Filadelfia të Italisë dhe me shkollën shqipe në Asti të Italisë, neve i kemi krijuar ato mundësitë e bashkëpunimit edhe me shtetet e tjera dhe aq më tepër është krijuar dhe mundësia e dhënies së mësimit shqip online. Prandaj, nëse nuk është mundësia që fëmia jo të marrë pjesë drejt për drejt fizikisht në shkollën shqipe, ai fëmijë të paktën të marrin pjesë në mësimin shqip online, sepse aq më tepër që është edhe diçka falas, aq më tepër që shteti mëm në këto momente pas shumë dekadash ofroi edhe një farë stimulimi për ata mësues, për një pjesë të mësuesve që një farë stimulimi të vogël, por është një vlerësim edhe ky, nuk është gjithçka, por diçka, është stimulim. Është ai mundi i shumë viteve që ne kemi bërë edhe pa të drejtë pagese, sepse fillimisht kjo punë filloi vullnetarisht dhe nuk e vëm dyshim, kështu që të bëhet një vlerësim pak më i tepër duke patur pikë synim fëmijën, gjuhën dhe preardhjen.
Kjo është pjesa që mua më dhan sot për sot. Duke mos harruar pjesën ligjshmërisë që sapo e tham. Unë të falenderoj shumë për mesazhet. Shqiptarët e gjen njëri tjetrin kudo në botë, lidhen me njëri tjetrin dhe e vërteta është që ata shkëlqejnë më shumë jashtë se sa këtu. Unë t'jam mirënjohës shumë. Ndoshta kjo është edhe krenaria ime që po të isha mësuese në Shqipëri nuk do ndihesha kaq patriote dhe kaq e zjarrt se sa jam mësuese e gjuhës shqipe të mësimit plotësues në diasporë. Ju falenderoj shumë. Ju falenderoj jashtënase dhe ju uroj një vit të mbarë dhe shëndet të plot. Falenderoj.